Do me thënë ti thua, po që se ti mundesh, me aq pak mundësi sa ke. Po. Dhe unë të shoh që ti pa çka me vështirësinë tënde ja del, mos të ndihmoj. Jo nuk duhet. Po pse kështu? Sepse mësohet pastaj dhe po e mësove tjetrin, është bela e madhe. Se e kam provuar unë këtë gjë, i mësoj me gjëra të mira dhe pastaj nuk i çmësoj dot. Të tjerët. Po. E ndihmon, jo, vetë ta bëj çdo gjë njeriu. Që nge pak vetmitare. Jo, nuk jam vetmitare, jam realiste. Po realiste dakord, po si realiste që je njeriu është edhe qenie sociale të ndihmon. Po të ndihmosh një që është tjetra dëshira. Ajo është tjetër, për shembull aty që e ngrita me biçikletën. Po është diçka imja. Se ti nuk e kishe paramenduar që do vi me biçikletë pa hajde. Fare, unë se dija fare që ti do vi. A shikon ti? E para njerëz do vije me biçikletë, mendova se do vije me një Ferrari. Me kabriolet. Po ja kabriolet është kjo. Është kabriolet me 2 rrota. A është kabriolet më? Kjo është kabrioleta më e bukur në botë Alban. Kjo shiko tani, kjo asë naft, le që na zën një rrugën edhe këto se ju edhe gazetar. Kjo e qarkullimit, si bëhet që zën këtë rrugën e... Korsinë e biçikletave. Është të mërshme ajo, e të mërshme. Edhe thota, jo marrë ti, po nuk e fillove nga aja, që nga qarkullimi, nga meturinat që hedhim ne. Shiko, po mirë, shala duket të vjen ty deri mbi mes. Po ja, më shikoni, kam të gjata si duket. Po pse më nuk jam e gjatë una? Me gjatë. Shiko, gjatësia edhe madhësia janë relative. E shikon tani? Pra. Është ç'mundesh të bësh me ato proshonda që ke. Gjithmonë. Çfarë të dhëna shke, me ato çfarë bën? Dhe me ato çfarë bën. Ku e ke mësuar biçikletën ti? Në fshat. Në cilin fshat? Në Selenisë të Ersekës. Ti je nga Selenica e Ersekës, Ati ke lindur? Ati e kam lindur. Është emër i bukur në fakt Dodona. Është emër i lashtë. Orakulli i Perëndive. Kush ta ka vendosur emrin ty Dodona? Më duket se vajza xhaxhait tim është më e madhe e fëmijëve, ajo tani nuk jeton më. Këto gjyshin ka qenë i martuar 3 herë. Dhe kjo vajza xhaxhait, po ka qenë i zgjuar, ti kanë qenë burra që vendosin vetë ata. Nuk kanë qenë pyesin komshit atë martohem apo jo. Edhe kjo ka qenë me vllajën e madh të babit me nënën tjetër. Domethënë ka që diferenca të mëdha, kishin imagjino kur ka vdekur gjyshi, babi im ka qenë 9 vjeç. Kështu që unë se jo fare. Janë gjëra të jetës, të brezave, që zakonisht duhet që familja me rënjët e veta, me origjinën e vetë, gjithmonë ta lumtoj dhe të shkruaj. Çdo lloj familje. Deri ku e ke ti gjeneratën tënde? Unë nuk jo vetëm kaq. Edhe kur kam qenë re, kam dëgjuar muhabete dhe biseda, po s'maj mend shumë gjëra. Si ka qenë Selenica në ato kohë? Vendimi i bukur. Vendimi i bukur në botë, po. Me bukuri? Atje po të vesh, edhe gurët i ngresh, atje, pa im ri më shposhtë. Kaq i bukur është. Ka shumë kujtime kjo atë. Po është fëmijëria. Fëmijëria është pjesa më e bukur, etapa më e bukur e njeriut. Po fëmijë, sa fëmijë keni qenë? Ne kemi qenë 5 fëmijë. 2 motra, unë jam e dyta. Po. Motra e madhe, janë 2 vëllezër e mi, pastaj është motra e vogël. Babai me çfarë merre? Babai ka qenë mekanik dhe ka qenë vetëm dritën e syrit nuk bënte. Ka qenë mjeshtër nga të gjitha anët. Njëri i mrekullueshëm. Po pse nuk qëndrove në Selenicë? Po fati, në femrat në Selenicë. Në Selenicë rrin meshkuj, nuk rrin femrat. Pse? Po se femra lind në vend të huaj dhe shkon në shtëpi të vet. Po ti po thua që edhe guri... Po normal, atë kam lindur. Atë kam lindur, po jo të riu në Selenicë, çdo në Selenicë. Unë jam bia atje. Bia është e huaj. E po isha çup dhe u bëra bi, ikën jeta ikën rrjedh por si vi. E po isha bi dhe u bëra hall, ikën jeta ikën shihemi më rrallë. Hajde isha hall, u bëra më hall, o sa keq, tani ndjem veç mall. E huaj mbete gjithë kohën. Të rjetën, po femra është. Femra është e huaj. Femra thjesht përcjell fëmijët.
kalojmë në pjesën më të bukur të jetës që sakrifikojmë që nxjerrim fëmijë. Edhe jemi ne që nderojmë kudo pastaj nanat, si nëna ime s'kan botë. Po. Ha? Sa e bukur. A ka thënë ndonjëherë për babai se babai im s'kan botë jo. Asnjëri. Nënën ti e ke patur pikë të dobët apo? Maman e kam patur pikë të dobët dhe Më shumë se baba? shiko tani, si çka kanë qenë me këta. Ka qenë shumë e egër mamaja, ndërsa babi shumë i butë. Kanë qenë dy gjëra të kundërta plotsonin njëri tjetrin ata. Dhe kur boni shaka me fëmijët edhe ndaheshim kush do maman, kush do babi. Vetëm unë do jo mama. Se gjithë doni baba? Po ajo ishte egër shumë. Po pse oj? Po kështu ka qenë, po 5.000, po si ti mbash 5.000? 7 vejta me ato rroga që këta kanë qenë heronj prindrit tanë. Heronj ka qenë. Je vrarë ti në Selenic? Kur luaje, kur dilje? Shumë herë jam në fshat? Shumë herë. Shumë herë, Shumë herë. Ke patur ti dona një shok që e ke pëlqyer në fëmijëri? Po patjetër. Vërtet? Patjetër. Shumë Unë kam bërë dhe një këngë. Për atë? Jo për atë, është më shumë, është sociale kjo. Edhe është në YouTube. Kush më mori çupërin, kush më prishi virgjerin. Gjithmonë ka një herë për herë të parë, nuk është gabim më i madh që njerëzit nuk flasin rreth kësaj tematike. Përse mendon ti që nuk flasin? Sa është tabu. Është tabu? Është Ne tabu. flasim pak bashkë atëherë? Patjetër. Kë dëshurove ti për herë të parë? Ka qenë një çun, ne kemi qenë aksion atëherë, na çonte shteti në aksion. Edhe unë punonja me atë në brezaret e Lukovës. Edhe një, dy dhe hikte. Dhe kjo nuk do të një ditë o dy, gjithmonë. Edhe unë se kuptonja. I thoshe, po pse më kështu ka ngryse dita? Se kujtonja se vite për nevoje personale. E nese. Tani që në moshë të madhe kam kuptuar këtë. Pas një jave këta e marrin opa dhe çojnë në spital. Dhe mua më urrejnë të gjithë meshkujt. Edhe unë shërita se dinja se qa ishte. A ishte bllokuar. Ishte bllokuar nga se a ishte mësuar me si duket me seksin dhe kështu gjënash. Mirë po unë zdia nga këto gjëra. Edhe nuk kemi bërë, ka qenë në fillim fare ka qenë një platonizëm, një vit të tërë, ka qenë vetëm që takoheshim. Vetëm shiheshi, takoheshi me Po, ai njëri ishte tjetrin? shprehje më e madhe, po. Vërtet, ë? Po kështu. Kapeshi dorë për dorë? Çfarë s'bënim? Kërcenim se ishin mbrëmjet, ishin gjërat e bukura. Ishte gjë shumë e bukur. Pastaj shumë vite më vonë, vite. Sa vjeç ishte ai? 4 vjet diferencë kemi patur. Ti sa vjeç ishe? Po 17-18 vjeç, kaq. A, për në ato... Shumë Këto e vite, vogël. mendova se më e vogël. Jo, sa gomarja halës kam qenë ta. Shu i themi në atëre. Çfarë thaj? Pse kishte shkuar në spital? Jo, pa, ma të s'kam biseduar kurrën për kështu gjënash. Fare? Asi jo. Nuk bëre dashuri ti me të? Vonë, shumë vonë. Kur, në çfarë moshë? Shumë vonë, domethënë pas 3 vjetëve. Ka Të bësh dashuri me Jo, ka njeriu qenë që do zemra. Jo, ka qenë eksperiencë shumë e shëmtuar. Vërtet? E keqe. Pse? Unë duhet kisha vdekur atëre. I kam shkruar gjitha këto. I kam shkruar në Pse ditarin duhet tim. kishe vjetur? Se nuk dishim. Nuk dishim dhe mua më plasi hemorragji. Do kisha vdek atëre. Ka dash Zoti dhe jam Kishte gjallë. ndihmoj? Hiç vet me padijen time. Janë gjëra që janë atomike dhe individuale këto. Se këto po të ja thuash dikujt tjetër, mbas edhe nuk e kuptojnë. Mbas edhe çfarë po thot? Se edhe s'e besoj njerëzit, janë këto gjëra. Si prezantojnë atë kohë virgjëria? Çfarë thonin? Po të pyesje nënën ti? Apo nuk Jo, të pyetej nëna? po ku kemi bërë muhabete të tilla neve? Po çike këto vafe. Po me kë ke folur ti për Mas këtë një, gjë? more. Po ti se ke Vetëm shkruaja. vetëm shkruaj? Vetëm shkruaja. Çfarë ke shkruar te ditari jot për virgjërin? Gjithçka kam shkruar dhe të tëra mi Ti kam nuk e prishur. di, ti nuk e di se çfarë ndodhte kur kryeje marrëdhënie Jo, për herë po nuk të i di, parë? po asnjë, po kush i dinte këto? Çfarë thua ti më? Këto janë gjëra, shiko. E di. Sa një gjë. Po që më të pyes, ja çfarë ti thosh ja? Dgjoj, janë shumë gjëra të bukura këto. Nëse do t'i thoje sot diçka vajzës që kreu marrëdhënie për herë të parë. Atë Nuk e di, nuk e di, është një gjë vërtet sekrete dhe është thjesht individuale. Thjesht Po është ti vetë, individuale. çfarë do t'i thoje vetes tënde? Jo, nuk e di dhe shqyr që s'kan vajzë të ndonjëherë. E pa përgatitur janë për femrën. Ku takove ti me këtë djalin? Në aksion pra? Jo.
ku takove veçmes vetëm me të. Me atë, në shtëpinë atij, s'kishte prindër në shtëpi dhe më mori në shtëpi. Dhe të mori në shtëpi? Të kishte thënë që do bëni dashuri? Jo, ndodhi krejt natyrshëm edhe u tmerua ai, u tmerova unë, e leço po. Vërtet? Po imagjino të kisha vdekur unë atje në atë shtëpi. Po pse do kishe vdekur? Ua, po vdes njeriu, kam vdekur njerëzit nga këtu. Sigur në vdes edhe nga lindja femre. Po pse që di ti seksi më ti? Jo me shkujt. Po ku dini se që është femra, more? Femra, sakrificë. Edhe seksi është magjia e marrëdhënieve njerëzore. Dhe njerëzit duhet ta kultivojnë vetë pastaj. Më thuaj frikën më të madhe të asaj dita. Jo, atëre kam pasur një shok, jo frikë. Edhe ajo më ka shoqëruar tërë jetën. Patë frikë që s'do kryeje më dot marrëdhënie? Jo, atë nuk e dija fare dhe nuk e kam lejuar më pastaj. E kam gënjur, e kam mashtruar. E ke gënjur atë Po, djalin? e gënjeja. E mashtroja, domethënë, s'kam kryer, domethënë kjo e pjesës marrëdhënieve seksuale, nuk e di, jam shumë e zonja për kështu gjënash, e bëj me si thon asaj, me një koqirllak. Megjithatë ti thuaj që nëse do kishe folur me Dodonën e sotme, ti do t'i kishe thënë që nuk duhet kishte shkuar te shtëpia e tij? Jo, duhet të bëheshin ato gjëra, jo, ato duhet të ndodhin. Edhe ajo duhet kishte ndodhur. Jo, çdo gjë do ndodhi. Dodona e asaj kohe duhet ta kishte mësuar. Unë edhe prap, po që se ripërsëritet përsëri jeta, të njëjtat gjëra do bëjnë një nga një. Çfarë do lloj gabimi? Kur njeriu në fakt nuk pendohet për. Jo, po janë gjëra që ndodhin. Ti nuk e takove më atë djalin? Jo, e takova atë, ndajtëm në goxha, takoheshim gjithmonë. Po. Mirë po, ishte diçka që nuk ndodhte. Mbeti përsëri platonike mbas. Mbeti. Le të themi, ju vetëm takoheshit dhe flisin me njëri tjetrin. E di si thoshte se në fakt thoshte ti më ke lënë mua. Mirë po kanë qenë shumë gjëra, sa i kishte paralel edhe një gos tjetër, ajo më dërgonte letra gjithmonë, edhe unë ndjesha fajtore. Ai mbante edhe ty dhe vajzën? Kishte dhe tjetër, ma të ka dhe fëmijë tani. Dhe ajo uruar është edhe smur tani është bërë operacion. Po, e ke takuar më atë djalin? Jo, e kam takuar për shemb, po jo në një gjë. Është një diçka që duhet të mbetet te pjesa ime, nuk kam pse e flas. Edhe unë e kam dënuar atë njeri, edhe ja kam përcjell atij të gjithë ato që kisha menduar unë mbretërinë time, po se duhet dënuar robi se kur gjen një femër që t'jepet edhe është ai kishte fajt. Se për shembull djali po që se nuk thotë dua, pse do vej femra? Asnjë femër nuk shkon kot për sport. S'mamen ja. Ti mendon që ai të ka gënjur? Jo, që të ka dashur. Një zot e din. Një zot mbase aventurier, mbase i pëlqente vetja, janë këto narcisizmat që themi tani që janë sa i ka plot me shkoj. Edhe me gjitha të shif. Kjo pjesa e marrëdhënies, unë them kështu që gjithmonë duhet biseduar në familje. Edhe gjithmonë duhet ta japi atë vizmën familja. Nuk duhet ta veproj vetë femra. Nuk duhet. Mashkulli është që kur lind është i gatshëm, ndërsa femra e vërteton veten duke u rritur. Gjithmonë zbulon vetveten. Mashkulli çfarë do zbuloj nga vetë vet? Familja e mori vesh këtë marrëdhënie? Po normal, atëre ka qenë lere, se atëre donin dhe të më vrisin atëre xhana po. Po, u mblodhën të gjithë. U mblodhën të gjithë edhe. Kush u mblodh? Daja. Mamaja më ka shpëtuar. Mamaja. Pse? Çfarë tha mamaja? Po mamaja nuk donte se kishte frikën të gjithë, po të vrisë babi mua të fusin brenda. Shumë gjëra do bëshin. Babai kërkoi të të vriste? Po pra se kështu ja urdhëruan tjerët. Kush e urdhëroi? Daja e këta njerëzit. Njerëz dhe moraleve të mëdhaja. Kështu. As njerëz i ka po si mund të thuash babait? Vrite vajzën tënde. Po pra, po se na turpëroi. Kështu. Pra ishte turpi ato? Po, turpi. Pse përse vriten njerëzit, kujton ti nga fjala, nga se vriten njerëzit. Turpi mendon që e vret njeriu? Turpi, fjala e vret njeriu. Ti doje të martohesh me atë djalë? Po normal. Po ishte dashuri ti. A pra ti doje të martohesh? Po normal. Ai thoshte jo. Jo, po nuk kishim biseduar ne kështu gjëna se ka qenë motra e madhe. Edhe janë ca rregulla që janë të pashkruara dhe të papërcjella. Domethënë unë isha e dyta dhe nuk mund të dilnja mbi motrën e madhe. Pra duhet martoja ajo në fillim? Po pra, pastaj edhe unë ta drejtoja atë në shtëpinë time. Janë ca rregulla që
Dhe tani kur ri që i mendoj, i meditoj dhe them, e vërtet që është shumë e bukur kjo. Dhe duhet radha. Edhe pse ka që mendje hapur ti mbetesh tradicionale. Jo, po janë, shiko tani. Dgjoj, askush nuk të guxonte që të më thoshte mua për marrëdhënien e parë në moshën tënde. Pse? Sepse njerëzit, ajo që the ti e kanë tabu. Po shiko tani. Apo për një dashuri që nuk ka funksionuar. Pa dëgjoj se sa rëmuja që janë bërë breza dhe breza. Ne tani që i shikojmë këto, kam një mesazh për ty, që kanë bërë fëmijë, ka bërë me tjetër njeri. Mbetëm që gjithmonë më thith truri, gjithmonë kam diçka për të dhënë, kam diçka për të thënë. Ke frikë ti se mbas kësaj interviste njerëzit do thonë e çmendur, e pamoralshme. Po i kanë thënë tërë, plotson ako. Unë kam qenë virgjë dhe të thërisnin kurrë. Unë zia çishte mashkulli. Edhe kjo e bukuria është targa, po ti je e bukur, je gjithçka. Po kam qenë virgjë, plotson çatu. Çfarë tha babai? Pyeti babai nëse kishte kryer marrëdhënie? Jo. Asnjëherë. Asnjëherë. As nëna? Asnjë. Asnjë kurrë nuk i ran kësaj gjë. Imagjino se sa me kulturë kanë qenë. Bravo. Kjo është kultura. Si ndodhi më pas me jetën tënde? Ti ke qenë mirë, po më thojemi me studime. Jo, me studime kam bërë shkollën e mesme. Po, shkollën e mesme, ke qenë mirë mësime. Mrekullisht mirë. Dhe në shkollën e mesme në vitin e tretë jam zgjuar me mësuesen e fizikës. Uzura? Uzura keq. Pse? Se shante shumë fshatin. Nuk na adhuronte në njerëzit e fshatit. Edhe e urreja këtë gjë. Edhe kam ikur nga shkolla. Më ka rraur prindrit o zot, po nuk vetëm në shkollë të shumë. Unë të vetë atje. Edhe pastaj kam mbaruar shkollën natën, pastaj kam bërë konfeksion edhe këtu në Tiranë se nuk lejohej, nuk më jepte njëri kategori në punë, kam pas punuar me Gjermanin në eksport. Dhe s'na jepte njëri kategorinë po që se nuk ishe në profilin e punës. Kështu që kam hyrë në shkollë të mesme në konfeksione në vitin e dytë. Se viti i parë është i përgjithshëm dhe kam qenë me 10 aty. Kam qenë dhe me 7 zanë, me një djalë në mathe, me një me vete, në shkollë, njëri linja për njerëz. Ndërkohë që ishe në studime. Kam qenë 7 zanë. Në shkollën e natës. Në shkollën e natës dhe të voglin e kam lindur në 10 qershor. Sezon provimash. Barku në goja unë më shumë e gjerë se sa e gjatë. Edhe ishte një 20 ose kacore ose kotore, nuk e di nga Shkodra, na jepte lëndën e bazës materiale. Edhe po thot që kush do të ngrihet mësim, asnjë se ngrihet dorën. Ta them unë. Ha, çau tha. Edhe përmblodhi gjithë kapitullin. Edhe tha, e di ç'e tha? Jepu dhe tjerve, je provim para provim në të tërë dhe i ke pill në shtëpi. E gjë shumë e bukur kjo. Ja kjo. Edhe të la të lirë, të la të qetë. Po s'ka se çfarë po pill një në shkollë. Ja kështu. Dodona. Ja. Kur largove ti nga fshati? Ka qenë mosha 23 vjeç jam fejuar. Jo, 22 vjeç jam fejuar, 23 jam martuar, 24 kam bërë djalin. E parë. 22 vjeç nisi. Ja fejuar. U fejove. 23 u fejove, me këtë me burrin, me babain e fëmijëve. Po atë si e njoh? Atë me krushqi, me mbledhëri që nuk e di se kush e ka bërë krushqin. Nuk e di fare? Jo. Edhe s'kam. Këtu nga Tirana, përmetar me origjinë, familje shumë e mirë. Edhe as sot e kësaj dite unë nuk di se kush, se s'kam kë pyes më. Edhe fëmijët e mi më thonë, o mam, po s'di që nuk, kjo e zgjedhjes, kjo është një kapitull më vete që njeriu, ju brezat e rinj, nuk është dashuria e qasit. Duhet ta hulumtoni njëri tjetrin. E dashuron dot njeriu kur nuk e ke njohur vetë? Besoj se po. Po që se je një njeri me që të komunikosh, po që se nuk komunikon, nuk mundesh do të dashurosh. Atë nuk do dashuroni njerëzit. Po. Unë dashuroj tani pleqëri. Ti ke dashuruar edhe? Po, edhe në pleqëri, po. Po mirë, ti e dashuruar dhe me jetën, se ti dhe shkruan. Me jetën jam e dashuruar dhe jam e dashuruar me fjalën. Mbi të gjitha, tani do dalemi dhe ke fjala bashkë. Te fjala, shiko. Hajde në qik. Se mi kem bështjel dhe këto flokët. Jo se i ka mirë, no se pastaj, se më merë atja, më merë atë si thona ja, bukurin. Ja, kështu. Ti beson që flokët janë bukuria e një vajze? Flokët janë korniza. Korniza. Ndërsa dhëmbët janë gjithçka.
Po nuk pat edhe më të bukur, asë gjithë s'ket bukur. Neve vinim këte dhe gjdo fundjave, merim ushqimet me vete, qarqafi, batanie, shtrojshim. Edhe bërin piknikën këtu? Po piknikën, javë për javë. Pas ke patur romantik bashkëshortin? Shumë dhe shumë i zgjuar. Po unë kam qenë... Me qëfar mere? Ai tornitor ka qenë shumë i zgjuar, po është kjo pjesa e komunikimit. E kishte të rëndësishëm? Jo, unë. Jo, ai donte, unë. Unë edhe ka qenë gabimi im ajo. Ndonjëherë e di si është kjo pjesa e komunikimit, kur nuk do që njeriu të hapet, mbyllet hermetikisht edhe ka mbaruar ajo punë. Mirë. Edhe bën detyrat e familjes. Me që tijet e komunikimi. Ai duhet thënë partnerit gjithçka? Gjithçka. Se thonë që nga mesi e poshtë hapu, nga mesi e lartë mos u hap. Duhet studiuar njerë kjo e sëmundjeve. Si janë familje, si jam shumë puritane, jam shumë konservatore me kështu gjënash. Ti vetë kur ja the bashkëshortit tënd historinë e parë? Po, ajo ka qenë e ditur, të gjithë njerëz, ne s'kemi biseduar kur për atë gjë. Ti s'ke folur kur? Asnjëherë kur. Pse nuk folur? As më pyeti, jo, kur s'kemi folur. Nuk e ndjeve asnjëherë ta flisni? Jo, po nuk mundesha. Dëgjoj, nuk mundesha se nuk arriti, për shembull, nuk arriti të më pushtonte mendjen. Edhe kjo e bukuria është një gjë e shëmtuar që them ndonjëherë. Lyesha, pse lyesh? Lasha, thosha ik lyu, po tani çfarë bëj të lyem apo mos lyem? Mos e bukur, si femrat e bukura. Edhe ka qenë kjo e komunikimit, ka qenë. Si e quanin bashkëshortin? Betim. Betim. Betimi dhe Dodona. Betimi dhe Dodona. Kanë dy djem. Femra është ajo që duhet të hapet, femra duhet të komunikoj, duhet të gjejë momentin e duhur. Femra është gjithçka. Mashkulli është fjalë pak. Arensi tradhton shumë. Po mirë. E ka nevojë fiziologjike. Do të më çosh mua, do të më bësh malore sot bisedën. Apo vetëm rrugën, se bisedës do ta kemi. Ti më pas mbasi linde djalin e parë? Tani. Kjo e lindjeve, pastaj shiko tani çfarë është kjo pjesa e lindjes. Por, duat kuptoj, u zhvendose në Përmet, Jo, në Tiranë jam martuar unë. U martove në Tiranë? Qartu aty më. Ai jati lehrit në Tiranë. Jo, këtu në Tiranë kemi qenë. Tani më dëgjoj pak. Erdhe këtu në Tiranë. Ai jeton këtu, ëh? Po. Ai ka pas punë te Matelen. Mban mend udhëtimin tënd nga Selenica në Tiranë? Po. Je kishe parë? E kishe takuar Betimin më përpara? Kishe parë? Normal, po si. Si t'u dukën në fillim? Njeri i mrekullueshëm nga të gjitha anët, po thash për këtë pjesën e kësaj të komunikimit. Çfarë të pyeti? Asnjë gjë. Do të një takim kështu? Jo, çara, ishin mbaruara gjërat, ishin kopsitur. Dhe Bili ka qenë atëherë, më kanë kërkuar shumë njerëz, edhe bënin po këtë gjithmonë shumë njerëz më kanë kërkuar. Edhe te këto, mamaja më ka thërritur, po bënin pastërman, ishte vakti pastërmave fund nëndori. Ata kanë dërguar letër nga Tirana që po vinë. Edhe mua vetëm më rodhën lot. Edhe mbyllet më pas biseda për historitë e vjetra dhe nisin historitë e reja. Tani jo do të them tani këtë të lindjes, kur do ta them se kjo është shumë e rëndësishme. Pse? Femra, unë them këtë gjë, që femra kur lind fëmijën, edhe atëra është tradhtia e parë që i bëhet burrit. Njëherë është tradhtia e parë që sa ngjizës dhe kur e ndjen fëmijë gjallë. Ai di që kanë bërë atëherë kur kanë ndjer fëmijën gjallë, Elinja pa gjumi thoshe po lëviz. Ai shkreti, ç'të ndjen? Edhe jemi zënë kot, ti nuk e ndjenja, kot më kot, shere koti. E imagjinon. Dhe kur ngele Shazan, femra është e ceremonia më geniale në botë, zot, dhe kur bën fëmijën, dhe e të gjithë, pastaj gjithë peshën e të fëmija, gjithë dashurinë. Dhe kjo është tradhtia më e madhe e bashkëshortore. Unë me fëmijët, le të jenë kush të dua. Me fëmijët, kur flasin me mua, të kenë kujdes, gjithë. S'fal njëri për fëmijët. Fëmijët janë gjëja më e rëndësishme. Është, po burri duhet të jetë më i rëndësishme. Burri. Babai, sa ai ti ka dhënë atë. Pra i pari duhet të jetë babai. Babai. Dhe më pas fëmijët. Më mbrapa fëmijët. Se fëmijët janë fruti i dashurisë. Po për burrin, kush duhet të jetë i pari?
Po gruaja, Gruaja, jo. detyrisht, detyrisht gruaja. Ai ka qenë për të bërë pornografi. Po pse? Ishte një seks i dhunshëm. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu. Dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.